Jo pak e zhurmshme ka qenë edhe kjo fundjavë në fermën VIP. Wow, po të shiki shumë exigjente mi. Një televotim i hapur mes 5 vajzave, Gresës, Malborës, Fabiolës, Mosës dhe Sarës, ku publiku ka ende mundësi të zgjedhë fermerën e preferuar, do të sjellë të tjera zhvillime në lojë. Vetëm njëra prej tyre do të shpëtojë, ndërsa 4 të tjerat do të përballen në një tjetër sfidë me 4 fermerë të tjerë mbrëmjen e sotme. Cheers everyone. Thank you. Bravo, Romier. Cheers. 2 fermerët e rinj që u bën pjesë e lojës mbrëmjen e së premtes, Ermiona Lekbello dhe Claude Dedja, kanë marrë kohën e tyre për të njohur fermën dhe fermerët. Njësi si u dhit. Situata duket e qëndrueshme, por sigurisht nuk kanë munguar prapaskenat, sfidat e ngarkuara nga gaj dhe detyrimet ndaj punëve në stalla. Lidhjet e forta nuk janë krijuar vetëm mes fermerëve me njëri tjetrin, por edhe mes këtyre të fundit me kafshët. Ndërkohë, nuk kanë munguar as shkëndijat e para të flirtit, duke shtuar edhe më shumë kuriozitetin mes banorëve dhe publikut. Teksa ditët i lëm vendin njëra tjetrës, në fermën e VIP-ave ka patur edhe shumë momente pozitive, këngë e shumë humor. Pera, bukur, I like it, I love it. Detajet patjetër do të marrin vëmendje gjatë mbrëmjes së sotme, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus dhe në 2 kanale të dedikuara, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2.